Ndryshe, po themi nga vendet e rajonit që e kanë mbështetur këtë operacion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka qenë Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, i cili në fakt ka theksuar që është shkelur ligjin ndërkombëtar dhe ka pasur mjaft shqetësim edhe për fuqizimin e një aleance të mundshme mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Por çfarë do të themi ne shqiptarët kur me ndihmën e nënës Rusi, Serbia ka qenë gjithmonë në aleancë me të, vëllazëri, gati unifikim të njëjtë, duke përdorur dy flamur ose dy kauza, kauzën slave dhe kauzën ortodokse. Pra, kështu që çdo përmirësim i marrëdhënie me të pas ka qenë sipërfaqësor. Pra kur pas kemi problematika të tilla, unë mendoj që vetë Vučići është në mbyllje, mos thëmë ka mbyllur misionin e tij për të qenë në këtë rol politik. Edhe ai duhet të ditë përgatisi daljen e tij nga politika, si përballë popullit të tij, ashtu përballë të gjithë faktorëve të huaj. Qofshin lindor apo perëndimor, domethënë. Ka qenë në vend numëror, i ka shpenzuar kohë popullit të tij për të bërë disa hapa para, por të pozicionuar një herë mirë. Pra edhe me Rusin, po dhe të antarësohesh në Europë, kjo nuk shkon, edhe me Kinën edhe të antarësohesh në Europë, kjo nuk shkon. E ka parë me shqetësim ftojen dhe indiferencën që ka kjo administratë e re amerikane ka shiti. Qaqet e tjera që kanë favorizuar atë nuk janë më në fuqinë që kanë pasur. Dhe ne duhet të mësohemi që nuk ka gjë më të keqe se sa kur vendi lihet pengi agjendave jo zyrtare, për cilat populli nuk voton, por në realitet i sheh që gjithë janë ato që e sundojnë, domethënë. Ne nuk mund të bëhemi akoma të vazhdojmë edhe ne si Shqipëri, por besoj edhe serbët janë me njëjtin fat me ne këtë pikë po flas. Kur agjenda jo zyrtare që marrin peng fatin e shqiptarëve, fatin edhe të serbëve, etj, për një grup njerëzish që mundohen të bëjnë politika globale. Pra, prandaj kjo administrata Trump është, besoj, më saktë, i vjen më përshtat atyre njerëzve që duan politikë të drejtë për drejtë të pastër. Pra, kur një grup ne votojmë një parti të caktuar, ajo bën atë politikë bazuar në programin, premtimet dhe përkatësisë që ka. Po të votosh një grup njerëzish që mendon që janë socialist apo demokrat apo në parti tjetër, po në fakt ata nuk kanë fare agjendë shqiptare, po kanë një agjendë tjetër, kjo është shumë e rëndë. Besoj do t'i bëjë mirë Shqipërisë një transparencë më e plotë së shpejti të situatës politike dhe të mercenarëve që tallen me fatet e vendit tyre. Dhe janë tallur në mënyrë më pamëshirshme. Po kështu dhe Vučići besoj po e merr përgjigjen nga vetë populli i tij. Unë për vete nuk besoj se do të kaloj në pushtet më shumë se disa muaj. Aty ku është. Po kështu e shoh dhe elitën politike në Tiranë me kryer Ramën. Në të njëjta situatë. Pra besoni që do kemi pavarësisht që këta në Tiranë i kanë bërë zmetin që mos ketë asnjë faktor kundër atyre këtu, po nuk besoj se do ta gëzojnë gjatë pushtetin harram që kanë. Gjitha sinjalet janë që mund kemi ndryshime të rëndësishme në Tiranë. Po patjetër. Ka kohë që po duken këto sinjale. Nëse do të kishte një opozitë strukturuar ndryshe, Rama do kishte ngelur historisat. Opozita t'i trasi mendjes për ata që bëjnë pazar në kurisë saj dhe të shqiptarëve me Ramën. Dhe që nuk i përkasin realisht as opozitës dhe as asaj pjesë të popullit që aspiron për ndryshim.
Avokat, ka pasur dhe një retorik mjaft të ashpër përpara se Donald Trump të zgjidhej presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kryeministri Rama. Madje ai doli hapur përpara zgjedhjeve në SBA, duke theksuar që nëse Donald Trump do vinte si president i SBA-s, do ishte edhe një rrezik për marrëdhëniet Shqipëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E madje e pasoi edhe më vonë me një tallje, le të themi, me presidentin e Francës dhe me kryeministrin e Bullgarisë, mos gaboj. Po, që tallet e ka zakon të mirë atë punë, se ka 13 vjet që tallet me ne. Dhe e matë vetën me i në sabaut e me ne. Megjithatë, unë nuk e di ku e ka faktuar të bindjet ti, ku e ka mbështetur të bindjet ti, që presidenti Trump do të ishte faktor jo pozitiv më rrëmë me Shqipërinë. Me ato si person base, po ai nuk përfaqëson Shqipërinë, nuk është Shqipëria. Është delirancë e madhe ta njësosh veten me popullin tënd, ti je ti populli, bile mbi popullin edhe mbi vendin. Me të dhe me njerëzit rreth tij, amerikan apo shqiptar apo komsive tjera, mund të ishte rrezik për arsye që i di ai, po jo për Shqipërinë. Dhe e pam që u shpreh edhe më pas që Amerika i tërhoqi ushtarët nga SPAK-u, po Amerika riktheu ushtarët, sherifët dhe generalet. Pra, duhet kuptuar mirë që dy herë zëvendës dimës sekretari amerikan i shtetit ka qenë këtu në Tiranë për të takuar vetëm me drejtuesit e strukturës së SPAK-ut. Ky është një mesazh, jo s'është mesazh. Mesazh ka qenë, po shpreh qartë vullnetin e kësaj qeverie të presidentit Trump, që ne jemi këtu prezent më tepër se kur dhe më të vendosur se kur për të shuar përpara planet që kanë pasur në lidhje me këtë. Besoj se do të kemi lëvizje tjera më aktive. A do t'i ndodhi Ramës? Nuk e di. Për këtë mund ta telefononi, mund t'i çoni mesazh, ta bëni një intervistë me Ramën. Si e ndjen vetë Rama? Si e sheh Rama veten këto raporte? A e ka tallur apo jo? Nëse e ka tallur, do të kemi parasysh fjalën që mbajti dje sekretari i shtetit Rupio në praninë e presidentit Trump, që tha mos bëni lojra dhe tallni me presidentin Trump. Me këtë president detyrë duhet silleni ndryshe. Mbase Rama nuk ka qenë i vetmi që shprehu kështu, por ku t'i bie pasaj gishi për të marrë mësimin, duhet ta shohim. Unë mendoj që do të kemi edhe shembuj tjerë, po fillimisht mendoj mund ta kemi në Kolumbi dhe Meksik. Avokat, ka pasur Ose po ta marrim më seriozisht se po japim rëndësi Ramës, domethënë. Nuk lodhen ata të çojnë në helikopter për Ramën. Mund të çojnë një fjalë kështu dhe zgjidhin atë punë. Nuk kanë rëndësi fare ta marrin kaq seriozisht Ramën, se po japin dhe ne rëndësi. Avokat, ka pasur as tullumbase nuk çojnë, jo helikopter. Të shpenzojnë helikopter për Ramën. Avokat, a mund të ketë një skenar të ngjashëm edhe me Shqipërinë? Shqiptarët kanë qefin, një pjesë e madhe kanë qefin ndodhi ky skenar, edhe mund të ketë. Kemi parë trimën politikën shqiptare që e kanë shkelur me këmbë popullin e tyre. Besoj se kanë bërë zullume edhe jashtë, se krimi i kalon më shpejt kufit se personi, apo se edhe politika. Besoj që do ta marrin një mësim. Një pjesë që e kanë po kërkojnë domethënë me qiri këtë lloj aksioni. Besoj do të kemi edhe këtu. Ka nisur me non grata, po ky nuk është një president si duket që qëndron vetëm tek non grata. Dhe po e mëson dhe administrata amerikane që duhet të jenë më efektiv në lëvizjet e tyre. Të shohim. Unë mendoj që mund të kemi. Nuk bëj përdikusin absolut, po mendoj që dhe mund të kemi.
Në fakt ka pasur një rast të ngjashëm, le të themi, jo motamo me siç ndodhi me Maduron, por ka pasur një konflikt të hapur të ish presidentit Meta me ambasadorën amerikane të asaj kohe. Dhe në fakt u duk sikur, po themi, patin një tension aq të madh sa shumë prej tyre thonë që ishte pikërisht kjo përplasje që vulosi edhe fatin e tij politik. Po edhe mund të jetë. Mos harroni që ai instaloi një retorikë të pashembull, të paktën pas vitit 97, në lidhje me faktorin amerikan, përmendi raketat ruse, përmendi Mali me gropa, ju dha një përgjigje signifikative nga ambasadori e kohës, duke bërë një stërvitje ushtarake pikërisht Mali me gropa dhe duke publikuar disa foto që dukun që ishin pikërisht për të. Ai hyri në vitin 2020-2021 me premtime se do priste duar e koka. Janë kapur, për këtë nuk flasin mediat, po nuk flet as drejtësia, pra një dorë i kanë mbyllur si duket. Janë kapur në Tiranë dhe rreth saj 19 baza me armë. Numri i tyre ka qenë 5000. Aq sa pritet numri i njerëzve që do të ishin rreth këtij vojokushi të kohëve tona, që i kishte ushtarët gati për t'i dalë për zot kushtetues etj. U bë një tentativë e njerëzve të tij dhe disa kanë qenë dhe të përdorur, po disa dhe shumë afër me qarqet ruse, me sa kuptoj unë, për të bllokuar hapësirën ajrore në vitin 2021, të vononin me disa javë zbarkimin e trupave të NATO-s për lojën e madhe ushtarake nga Lituania, Estonia deri këtu ku jemi ne, deri në Ballkan, domethënë gjithë kjo zona pivot që thuhet. Dhe si duket për gjatë kësaj kohe që do të bllokojë hapësira ajrore, do të bënin disa veprime që unë mendoj antikushtetuese, mbas edhe një lloj grushi shteti, unë nuk jam i sigurt, po ai numër armësh që është kapur dhe nuk përmendet flet për një, në realitet dhe aty në heshje flet për një fakt tillë. Dhe u deshi ndërhyrje që u zëvendësuan kontrollorët me kontrollor turq, ishin gati dhe ata italian, të vijeshin funksionim dhe kullat edhe radar për rreth, me që unë e njoh deri diku biznesin e aviacionit. Dhe mendoj që ka pasur një faktor amerikan, mund të themi plot gojën, pasi kam parë edhe interesimin e stafit amerikan në Shqipëri edhe në lidhje me këtë çështje. Ka qenë një çështje shumë shqetësuese, domethënë. Dhe më falni për ndërprerjen, pa të thirrje. Ka qenë ata që kanë stabilizuar situatën, domethënë, e kanë marrë në dorë situatën. Kështu që mund të jetë. Unë nuk besoj. Kam një bindje që ai është i padëshiruar dhe i ka bërë zmetin e tij këtij raporti që e ka krijuar me Perëndimin përgjithësi, po edhe sidomos me Shtetet e Bashkuara.